me një përshëndetje për gjithë ato shqiptarë të ndershëm e të pastër që kanë dalë në protesta sot në Shqipëri për ditën e 35, më duket është sot me radhë, edhe gjithë shqiptarët që i përkrahin ato kudo që janë, kryesisht në rrjetet sociale. Një përshëndetje për ta, por ajo që desha të them, vëllezër e motra, është se sapo e mylla telefonin me një mik timin të mrekullueshëm këtu në Buj, Maryland, afër Washington DC, nga Përsheva, nga lugina e Përshevës, Naim Përshev Kosova, siç e themon. Më telefonoi Naimi edhe mbroi 4 korrikun, festën tonë, ne që jetojmë këtu në Amerikë, edhe ku e dim që kushdo që vjen pas nesh, do jenë shqiptarë amerikanë. Edhe natyrisht që folëm për atë që po ndodh në vend, për poshtërsitë, likësitë, tradhëtitë e Ramës në pushtet, edhe Berishës në opozitë, se çdo ligj është kalu me privatizimin e pronave private, me heqjen e mbrojtjes së zonave të mbrojtura, që është me paketën e maleve, me shitjen që bëhet të tokëve tona. Ato majnë vullën e 2 partive. Të 2 kanë votu këto maskarej, edhe e pyta Naimin. Or Naim, thash, si bën vaki, mor Naim? Mirë këto maskarej që janë serma e serbet, Berishë e Ram, pjellat komunistëve. Po si bën vaki që ka aq shumë akoma dhe sot të kësaj dite në Shqipërinë tonë, që e mbrojnë Ramën, si shmbron Ramë Ballukun, që janë gati të vriten atë theren me popullin, me pjesën tjetër të popullit, kur e shohin, ku bën mu, themi ne, që i ka shit çdo gjë, çdo interes, çdo ideal, tokën plom për plom, shqiptare, që tradhton edhe gjakun, se ca nga ato vinë edhe nga familje dëshmore, gjakun atyre që kanë dhënë gjakun për liri, për të mbrojtë këtë vatan. Edhe më tha Naimi, një mrekulli, që unë e shkrova aty e bëna një vjersh. Tha, o Sami, tha, çka shqyn ujku, tha, nuk e ha vetëm ujku, e hajnë edhe këto, hienat, sorat, krymat. Natyrisht, tha, që ato e dun kermën, se me ato shqihen. Edhe nuk ishte gjë më të mrekullueshme që dëgjova. Unë shkrova një 4 vargje, nuk e di nëse do të mund t'i lexoj këtu, po s'ma mirë menje, po janë poshtë këtij postit, pikërisht për këta. Si mo qenë ka diçka kështu bota, kaq shumë, dhemje kaq shumë, horra. Ashtë se kur delet ujku diçka, hajnë dhe krymba, hajnë dhe sora. Ndaj këto krymba dhe sora, këto që më sulmojnë dhe më shajnë edhe mu në vidit e mija këtu në çdo koment, se janë krymët e Halez, ato pa tjetër, që do të ngrejnë zonin e të shajnë këto protest mrekullueshme dhe këto vajza e djem. Por kombi, pjesa e madhe e kombit është me ju. Është me ju deri kur të shporim këto dhemje, këto hale. Sami Gjoka ju përshëndet.